krenare, qëndro gjithmonë besimtare, motër e islamit krenare, qëndro gjithmonë besimtare. Jo mos ule kundën e islam, gjaj motrave besimtare. Jo mos ule kundën e islam, gjaj motrave besimtare. Bëhu për gjithmonë gzimi një shembull, sillu me sjellje në islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد لازم sot të flasim muslimania në kohën e sprovës apo muslimania në kohën e fitnave. E dim nëse Allahi Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelalu kur ka përmend në Kur'an besimtarët, ka thonë inna ledhina amanu wa amilu salihat, ato të cilët besuan dhe punun vepra të mira. Dhe të thot ato që janë prej besimtarve dhe besimtarve. Allahu Gjelle Shanu kur ka urdhru njerëzit, kur i ka urdhru njerëzit me fal namazin, nuk i ka dallu prej burrit dhe gruas. Kur i ka urdhru të japin zeqatin, nuk i ka dallu burrin prej gruas. Allahu Gjelle Shanu kur i ka urdhru njerëzit të shkojnë haxh, se ka dallu burrin prej gruas. Do të thotë që nëse do t'ja kushtojmë këtë ligjërat, muslimania në kohën e sprovës, muslimania në kohën e fitnave. Se kur ishte sfillimi islamit të vëllezër të ndershëm, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pejgamberi Allahut ja mësoi këtë dinin burrave. E dim se burrat shkojnë në ditë gjuma, pastaj erdhën gratë të pejgamberi Allahut, dhe u ankuan dhe i thënë, o i dërguari i Allahut, burrat po vinë gjuma, burrat takohen me ti, burrat vinë mësojnë prej teje, ne jena gra, s'mujna me prezentu në gjuma gjithë, s'mujna ne me dalë për çdo ditë, ne caktojnë një ditë që të ne mësojsh edhe neve fejen e Allahit. Ja caktoi pejgamberi Allah ditën e hanë, kishte ligjërat pos aqërisht për gratë, për gjinin femrore. Pse? Se edhe ata janë që i besojnë Allahut, dhe ata janë që e dojnë Allahun, dhe ata dun të hinë xhennetin e Allahut. Në sfillim të islamit, burimin që e mirëshin njerëzit muslimant ishte prej burimit të pastër, prej Kur'anit dhe prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ja ngriti Allahu Gjelle Shanu femrën në islam. Me ardhjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e çoi femrën lart, i dha pesh drejta të gruas që asnjë prej dinëve të kota, prej fejeve të kota nuk i dhan të drejtë femrës. Kështu Islami e rujti femnën si kur vajzë e vogël. Pastaj e rujti Allahu pasi që të hinë bulik, të hinën bilik femra në porositit arruje, nderin e vetë dhe të kujdeset baba për ta. Pas asaj u kujdes Allahu edhe kur të rritet, pas asaj u kujdes edhe kur të bëhet nan o vëllezër të ndershëm. Që kështu Allahu Gjelle Shanu i porosit urdhrat, se kur ke fëmijë, arabat, ignorantat, gjahilet i mbiqin vajzat e veta, i shtishin në gjallë të gjalla në varr, e Allahu e ndaloj këtë. Do të vetat ajo vajza e vogël për shka është vra, para menda kur ka mu vet ajo vajza e vogël që nuk jep llogari për Allah, përse të mitën ti oj voglusha?
Kur si këtë të avesë Allah, që ka mbet për atë kriminelin që cili e ka mitë, e ka shti të gjallë. E ndaloj, pastaj kur të rritët në porositi që femna të vejnë mbules, të mbuloje trupin e saj, të ketë një qfarë truproje, një qfarë panciri, me zveti që mos lakmojnë syt edhe zamrat të cilët janë të smund. E pas asaj, porositi Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, që femna pa burr mos dale prej shtëpisë së vet. Femna, gruaja, pa burr zguxon me dal prej shtëpisë së vet. Prej shtëpisë së burrit të vet, pa pas një burr me veti, sidomos, shtë shoxha, po shkon te kujshia me marr pak zëtin burrit i shkojën bas? Ja, s'ta më ashtu. Thot me marr udh, me dal në pazar, me marr edhe me shit e me ble, e me marr rrugë tu e tetove gostivar, kërçove kumanot, e pastaj thot jam e civilizume, jam unë trimnesh, zguxon kush me të fol, po pas zgxamën a mund të bjet pakët ndajherë. Bjen pakët valla burrat kur të bëjnë hëxhum. Dhe të thot që sa raste kena pana për pazare dhe keni pa, burr e gruaj janë për la. I ka thonë në fjallë të keqe, u ka këthi, kjo i ka thonë në fjallë, e pastaj i ka thonë, pëse ma kuzon pazar kam pa. Me si që janë për la, a i burri huj, ma të grune huj u për la, në urzu, në skapitën pazar, njën në bitjetëri i pën. Në pazar me si kam pa. Kam pa njëherë një burr dhe gruët u për lajt, a i burri taksist e kam zërë heblën e kjerave që i qëtë gumat, ty më shoja saj gruës, a i ku që ka qajt me hik. E kjo rezultati nëse shlot femra vetë në rrugë, pa truproje. A keni pa krijetarët, pa truproje nuk shkojnë kërkon. I qesën rrugën e sigurojnë, sigurim para, sigurim mrapa, sigurim onash, se është njeri madh, ashtu si thot populli. E do thot, femra është më e shtrenjtë. Ajo posedon një autoritet më të lartë se gjithë. Se pejgamberi Allahut për një femën ka ngrit luftë. Mu'tesimi për një femën që ka vëkat Mu'tesima, ku je Mu'tesim? E ka shpartallu cëll një shtet për një femën vetëm. Pse ka vëkat ku është Mu'tesimi? Subhanallah. Kjo do të thotë që Allah e ka ngrit kur të rritet vënë mbulesë, të ecje me njerëzit familjes që mos lakmojnë ato të cilët janë të smut në zambar. Po ashtu Allah xhalshan e ka bë që edhe kur të bëhet nënë dhe ajo bën fëmijë, pastaj fëmijët e vet bëjnë dua për nënën dhe baban. Shikoj që ka ngrit Allah xhalshan hu xhalalu, por duke rrotullu rrota, duke shku koha e po zun musliman ngadal që të largohen prej dinit të Allah xhalshan hu xhalalu. Zuon bijat e muslimanve, gratë e muslimanve, gradualisht të tërhiqen prej islamit të parë, prej dini që e kanë pas ato ma herët dhe kanë marrë dhe kanë studu. Sot mikrobot apo krijesa më e fllëqur në rruzin të kësar, jahudit dhe krishterët, po lujnë me nderin e muslimanve. Po lujnë me nderin e muslimanve, derisa kanë arrit që ta bëjnë femnën muslimane pa ato pleshtojnë me ja plas perdën. Do të thot me ja humb barën. Femra apo moshli nëse ka mare, tutët ai me bë gjina dhe haram. Kur t'ja plasin barën, kur t'i humbjen turpi, ajo pastaj nuk mërzitet. Dje ishim Kosovë, e ka qitë mastikin, cëllë gruja madhe, po partipën rrugë dhe në aftëpuz, si vjen turp dhe mare. Po vallahi, kja është realitet. Do të thotë që nuk ka frikë Allahin xhaleshanu, kanë arrit armiqtë e Allahut shket, që femra mos me pas turp, të dalë lakuriç mos t'i vjen mare. Këta kanë arrit armiqtë e Allahut, derisa francez dhe anglez mbas se disa viteve kanë arrit një vajzë, do thonë të Turqisë, me arrit dhe me dal mis, me dal, e dini ç'ish dalën mis, ha? 5 santim të jesha me imlet krejt, me avu metrën. Me marr 5 santim krejt. Shkosh bazar të mis, qa që të jesha kur dalën mis. Edhe kanë arrit anglez dhe frances të qesën mis njënën prej muslimaneve të Turkisë. Ma të kohë, moti, kur kanë dalë ato i kanë trokit dorët dhe janë lëvdru, thot arritëm një mbi prej bijave Muhammed Fatis të qesëm lakuriq, mbin. Thot se kur ishtë aj, zgudzojshim as balet me lujt me këcije. Shika, gëzon ato shkën këtë sistem, që me ja hum marën, e pastaj me ja hek mbulesën. Me ja hek mbulesën, që si në Kosovë të që i përzun disa motra muslimane, prej shkollave pse ka mbulesë. Pse ka mbulesë. Në shkollë këtu të në tregti dhe disa shkollat tjera, në medicin, të utalë profesart me motrat me bija tona që kanë mbulesë. Të utalë.
Edhe pastaj kanë thonë, pse stallesh me këto që janë shkurt e ngushtë? Ka thonë, kam çka me këshir. Kështu, kështu, kam çka me këshir, ka thonë. E pastaj mushknin ton, bijën ton, t'ja çojs atij idiotit të ta mësoje? Kur të përbijën të thot kam çka me këshir. La hawla wala quwata illa billah. O vëllezër, jeni prind, jeni baballar, duhet mirë një guxim kat. Mos luje me nderin ton ai kush. Mos tallet me bijat tona ai kush. Sa ai se meriton atë vend pune, ai duhet një herë të dalë prej atij vendit. Se ne i çojm bijat tona në amanet. Ja shlojmë në amanat, e merë përgjegjësinë e prindrit, babas, a i trahton në besë. Dhe thot kanë arrit që thonë që me mbulesë s'mund me mësue. Mbulesa, shaminja, mantilli, nuk është beton 1 metre me 1 metre me andal trunin. Femna së qyqat e ndërshti dushë në 5 metre pështjela si kur shalli hoxhës për krije, kur të vendon me mësue i hinë kokë mrejnda, shalli se pengon. Hoxhallarët e mban shallin, për dytë letzojnë dhe mësojnë. Dhe për helbet mësu ka hub dituria si e mban hoxhallarët shallin. Ja, për kundra zi ju shtohet dituria. Se mësimi në dituri nuk e pengon femnën, as pak mbulesa dhe shamia. Por, subhanallah, armiqtë e Allahut kanë arrit këtë. Çka? Me hec me mbules vajz e prapambetur. Kjo kanë konë kone pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo është nënçmim, kjo është poshtërsim. Nuk ka mo çajo ko që janë konë gjishja ime. Çash duhet me atë çka ngusht e shkurt. Najherë stash ne kam pru një model 3 prej Turkije, çka me mini, me fostan të shkurt ndërgju e me çizmet gata. Kokën ma ka bo si kokën e devës, gjysmë metre ka çu bishtin bazë. Kjo nuk kom bëles islam e vllaznin. Nuk du me i nënshmu ata, po du me i këshilu. Se unë e kam bajt një ligjërat kushtet e mbulesis në islam. Se qish kam folë uleman, se si duhet me konë mbulesa. E që që ka bo të puzin gjysmë metre 15 santin, edhe me çizmet gata, nuk i ka hije muslimonës dvese që se çizmet gata. Ju e dini mirë kush i veshin ato çizmet e gata 75 santim gata. I dini mirë ju kush i veshin. Nuk i takon muslimanës, mbesës, të Aishës dhe Khatijës dhe Safijës dhe Umu Sulejm. Nuk ju takon kështu të veshen. Pastaj nuk i takon një muslimanës të veshen një sjetëre me pantolla. S'lejot kjo në islam, rëpsisht është ndalushme. Zgudzon femra me vesh pantolle edhe setër. Zgudzon se kjo tesh e burrave. A keni pa elbet në i burr me vesh në festan? Kërkan s'kena pa festan të shëndiset me lule. As një heq. Qysh femrat i veshin teshat e burrave? Nuk lejohet. Pejgamberi Allahut ka thonë, Allah ka mallku atë femër i cila i vesh teshat e burra dhe burri i cili i vesh teshat e grave. Është ndalueshme, por armiqtë e Allahut janë munduar çket sistem me ja urrejt mbulesën njerëzive, me i largu prej rrugës të Allahit xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Nëse Allah të ndershëm, e femra muslimane sot është në kohën e sprovës. Sot femra muslimane është e huaj, është e çuditshme, e cila e kapën dinin e Allahit xhalla shanuhu për një me Kur'an dhe Sunnet, praktikon fejen Allahut, por dije motrë ndershme. Dije motrë ndershme se kjo e vetmuar me kon është cilësi e pejgamberëve të Allahut, njerëzive të mirë, grave të mira, se pejgamberët e Allahut kur kanë ardhur një popull i kanë thonë çka na kanë pru këto be? Çka na mësojnë këta? O shkoni huajnë popullin e vet, se ka njoh popullin e vet. Po ashtu edhe gratë ndershme, ashtu i kanë akuzu. Ka thonë zerë një lutin prej poplit, se ki është njëri pastër, du të boti flit sikur ne. Subhanallah. Shikojni, do të thotë që nëse don dije se kjo është rrugë e pejgamberëve të Allahut xhaleshanhu xhelalu me kon i vetmum. Se vallahi gjithë këto çka janë të provue motrat muslimane në kohën e sprovës që janë të vetmume, dije se vallahi mbërzijat në këtë dunjë nuk mbaron. Do të rahatosh atë ditë kur të ish xhenetin e Allahit xhaleshanuhu xhelalu. Dije se nëse don me kon rahat, s'ka mundësi të jesh rahat në këtë dunja, por rahatin dhe të gjojnë xhenetin e Allahut. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin Sahih Muslim çka është ka thonë, dunjaja është burg për besimtarin, kurse është xhennet për qafirat. E kupton qartë, kush e kupton këtë me shpirt? U kuptu, për besimtarët është burg, e për qafirat është xhennet. Por çdo motër muslimane, çdo besimtar duhet bëjë durim në Allahin xhaleshan, duhet bëjë sabër për me fituar ai sand.
është vetë Imam Ahmed bin Hanbeli. Ka thonë, o imam, kur do projna, kur do pushojmë, kur do qetësona? Ka thonë, atë ditë kur ta vesh kamën tonë në xhennetin e Allahit. A ditë kur ti e kamën në xhennetin e Allahut, a ditë keme u rahatu. Atëri sa t'jesh në dunjë, s'ka shanca, nuk ka mundësi të rahatosh nëse je besimtar që i nështrosh urdhrit të Allahit xhaleshanuhu wa xhelalu. Muslimanët në kohën e fitnes, muslimanët në kohën e sprovës Allahut të ndershëm, ndoshta dikush do të jetojë i lumtur, e dikush do të jetojë e lumtur, do ta heqë mbulesën e saj. Do të vesh ashtu si ka qef. Do të mundohet të çlojë pa dinin e Allahit xhaleshanuhu wa xhelalu. Por dije se vallahi një ditë ka me vdek, një ditë ka me shkuë në çmume, ka me dalë poshtërsume para Allahit xhaleshanuhu wa xhelalu. Për këtë, si cili duhet të ketë kujdes, të ketë frikë Allahin xhaleshanuhu wa xhelalu, dhe të arun vetën e vetë prej harameve, prej knatësisë së vetës, prej lezetlëkve të kësaj dunjoje. Lezetlëket e kësaj dunjoje janë momente, sahate, kohë të shkurt dhe kalojnë, por knatësia e përhershme është me adhuru Allahin xhaleshanuhu wa xhelalu dhe jenë xhennetin e Allahut xhaleshanuhu wa xhelalu. Nëse ndalës dhe shikon, ka prej muslimaneve që në shtëpin e vetë është e huj, shtëpin e vetë, shtëpin e babës vetë është e huj e vëllezër të ndershëm. Baba nuk e don pse çikave mbulesë, nëna nuk e don, e urren bien e vetë, vajzën e vetë, nuk don që bia vetë të adhuron Allahin xhaleshanuhu wa xhelalu. Derisa një rast ka ndodhur në Shqipëri, rast i çuditshëm, kur është udhëzu bia e vetë, është vu mbulesë, baba i vetë e ka bën një vepër që vjen turp me cek të fllëçur mbas bijës vetë, pastaj ajo e ka marrë Kur'anin dhe u ka gjujt prej 2, 3, 4, 4, cili ka tokon e ka mit vetën. Pse? Me nënçmu bijën e vetë kur ka rënë sejdë. Me nënçmu kësaj fllështina ka, që s'kan frikë Allahun. Kjo vajzë muslimane jeton e huj shtëpinë e babës vetë, nanës vetë. Pse? S'ka qef bija vetë të adhuron Allahin xhaleshanu, ti bjen sejdë Allahit xhaleshanuhu wa xhelalu. Disa prind kanë qef që bia vetë ketë mbulesë, kanë qef të vot me mbulesë, ashtu të shika hije. Par, thot zguxon me u shoqëru me filanën. Unë jam me ti nëse e ndalë prej shoqeve të këqija. Unë jam me ti nëse e ndalë prej shoqeve të këqija. A prej shoqeve të mira je gabim nëse e ndalë. Apo, thot namaznate, ku shkon ti në taravih me ngu ders? Ku shkon ti në drejk me ngu ders? Hes të shpia, jem cud za hasdisës të nalte për gjamin drejt, gjamin njaci, gjamin namaznate. Ku ke bëket? A i prind në dalët vesh 10 sekondat kujtoje. Thuj bia jote kur ishte udhë dhe rrugës, kur diken 2 natës, 3 natës, ndalu dhe kujta, a e ke vetë najher ku ke konë bia ime? Ndalu dhe kujta, ku je konë një 2 natës? Prej ka baba e more këtë mobil 150 euro? Baba s'kam qa shpare? Prej ka bia jeme të shantën 1200 denar? Baba s'kam donë qka shpare? Prej ka bia jeme këto tesha 3-4.000 denar? S'kam donë baba, s'kam. Ndale dhe kujtoj, mos ofendo, mos e nënshmo bijën tande kur shkon në për ligjerata, në për xhamia, kërkon rahmetin Allahit xhaleshanuhu wa xhelaluhu. Pashtu, femra në shtëpinë e vet të burrit të vet vllazën është e huj. Ka disa femra, disa muslimane në shtëpinë e burrit vet është e huj, se sa ke babën e vet, 2 sekane kur te burri vet. Kur shkojnë, tregohet një rast që në Kosovë a shkon një grua që të ka fal namazin, burri vet idiot, i poshtër, ka shku edhe alkohol ku ka fali ka gjyt te pikit. Alkoholin ka gjyt te pik që mos ta fali namazin, mos ti bën sejdë Allahut xhaleshanuhu wa xhelalu. E kjo me të vërtetë është e huj në shtëpinë e burrit vet. Derisa tregohet një rast që ka ndodhur në Francë, një musliman prej muslimanëve që nuk ju ka pas frikë Allahin xhaleshanuhu wa xhelalu, ka shkuar në Francë se ta bon mujnë e mjalti që shiton këto trit. Mujnë e mjalti, dhe me këtë mjalti shkoje e dunjoja. Vallahi nëse nuk i nështrosh Allahut, dinit Allahut, nuk ka mundësi të shkoje dunjoja mjalti. Ka me të shku ufëll ka me të shkue. E thot kur ka shku atë nat, e ka thirë gruën e vetë, ka thonë të shkojnë a poshtë në diskotek. Ka thonë qka? Thot kur unë s'kam hinë diskotek, kur baba am s'm ka shlu në diskotek. Haram marë, qish me shku atje? Ka thonë dash haram, dash halal, unë e shkoj pashtë. Ka shku e dhëndri pashtë në Francë ke ka ndodhë. To të di janë kanë musliman.
Kjo pret 1 sahat, pret 2 sahat, pret 3 sahat, pret 4 sahat. Thot mor ta kshiri burrin tem, sa ashtu gruan Allah ka bërë rahmet këtë ndaj burrit vet. Allahu e ka bërë ashtu. Edhe zbret në hotel, tu kërku hin podrumin e hotelit. Kur hin atje, shë gjanat çuditshme, gjanat të jashtëzakonshme, prej të mbarës, prej turpit mundo të hikje. E shë burrin vet midis disa vajzave. Edhe e ku e shë pijan, i pijet, e krehen e ull gruan e vet me zar ati. Pastaj e shti me pi alkohol, gruan e vet, shki musliman me eman. Pastaj kjo është pi dhe nuk ka dit ku shkan. Kur ka shku në verd me hej në dhamën e vet në hotel, ka hejt e dhama tjetër kujt, në dhamën e franqezit. Dhe është talë franqezi, thot ka e gjeta këtë muslimani, këtu ka merdh. Kur ka ram vedije dhe ka shlu e pija, e ka pa vetën e çuditshme. E ka pa me një qafir, me një qafir mushrik, zeqan prej, thot çka mbone o burri zi. Kthehet në dhamë dhe e pret burrin e vet kur vjen, e merr një thik dhe e pret burrin e vet në hotelin e Francës. E pret burrin e vet në hotelin e Francës, thot idiot, i poshtar, ma ka rujtë baba nderin, s'ka guxu kush me m'fol, s'ka guxu kush me m'prek, thot ti mshtinet e një Francez, idiot, dhe ka prej burrin e vet. Pastaj kanë burgos këtë vajzën, këtë nusën. La hawla wala quwata illa billah. Pse? Se dysa, kur duan martohen, dalën xhami, ndash baba djali, sent, thon çka, ka nis me gjek namazin ai. Namazi nuk digjet, namazi falet. Ka nis në xhami po del, mashallah. Edhe hajt për hajr më një herë. E për hajr më një herë që çkshu del pastaj. S'di çka t'ja boj, hoxha atë janë dali, atë çka t'i bajnë. Shumë raste ka kështu, nuk di çka me bë. Për këtë ke kujdes para kohe, mos të kapin fatkeqësit. Lazë të ndarsham, nëse muslimania i ka këto hallë, këto derset, këto derte në shtëpinë e babës vet, në shtëpinë e burrit të vet, është e huaj në mesin e familjes vet, çka duhet të bëje, si duhet të sjellet, dëgjoje përgjigjen motrë ndarshme, babi ndarsham, burri ndarsham. Më e mira është që ta ruajsh dinin tënd. Nëse e ruan fejen tënde, i nënshtrosh Allahut xhaleshanuhu xhelalu, wallahi Allahu ka me trujt, Allahu ka me të mbrojt, Allahu xhaleshanuhu ka me të xhel rrugët. Bën durim se do të bësh azab, do të hekish disa minuta, disa sahate në këtë dunja dhe nuk guxon ta respektosh babën tënd, burrin tënd në haram. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, nuk ka respekt krijesa kur ti bën gjuna krijuesit. Nuk respekton njerëzit kur njerëzit i bën gjuna Allahit xhaleshanuhu xhela xhelalu. Pastaj dije se suneti i Allahut është. Allah ka premtuar në Kur'an dhe thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i mbështet Allahut, Allahu ja çel rrugët atij dhe i çon rrezik as se kujton. Mbështetju motrë ndarshme Allah xhaleshanu. Se Allah ka me ti çel rrugë, bën dua te Allah xhaleshanu, se ka mundsi duaja jote. Allahu don dhe udhzohet prindit tuaj dhe udhzohet burri jot. Pastaj dije se thash, sprova muslimonja në kohën e sprovave është kjo rrugë e pejgamberëve të Allahut. Dëgjo dhe kujto, ndalu dhe analizo se si është kon, çfarë sprove është provue gruaja Sara e Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Gruaja e pejgamberit të Allahut, o vllazni. Ibrahimi alayhis salatu wassalam ka shku në Egjipt, në Kairo, në Egjipt. Kur ka shku atje me gruan e vet, me Sarën, atje u shkon një mbret zullumçar. Ai mbreti i kishte pru kanun vetës së vet, cili burr i martuat hin në shtetin e vet dhe ka gruan e bukur me jamar. Me jamar. Kur ka hi Ibrahimi alayhis salatu wassalam dhe i kanë tregu, ka thonë, ka ardhur një njeri. Me çka? Me gruan e vet. Ka thonë, shpejt me jamar gruan. La hawla wala quwata illa billah. Por i thot Ibrahimi alayhis salatu wassalam gruas vetot, nëse të vesën çka më ke thuj e kam vëlla. Se ka pas ligjë, nëse ka motër, nuk e mos me marr, vetëm nëse ka grua. Edhe vjen thot, çka ke thot e ka motër. Ti çka ke vëlla? E marrën dhe e çojnë te mbreti. Kur e çojnë te mbreti, mundohet të afrohet. Ibrahimi jashtë pallatit, mundohet të afrohet nga të gruas të një pejgamberi të Allahut që Allah ja ka rujt nderin atyre. Pastaj kjo bën dua, thot, o Zot, o Allah jam,
Thot ti e din se unë nderin tem se kam fillish me askant. E din se nderin tem e kam rujt vesh për burrin tem. O Zot, mos jam mundso këtij zullumçarit të afrohet nga të meje. Ai sa mund do të shohët, i batisin kam tokë. Pastaj i thot lutë Zotin të më shloje. E shlan. Prap tradhtari në vllazni. Ujë kur një herë dhe dhelpna nuk mban besë. Asnjëherë. A dha i prap për zditit e në tanë, kjo prap lutë Allah, o Zotët mos më kurit. O Zot ruaj më nderin. Prap shafon në tokë për strejë ati kur e sheh, ju thotë ushtarëve, ju s'm pa i prun njerëzi, ma i pa i prun një shejtan, ma që ti për jashta. Çika Allah e ka rujt nderin e saj. Thuhet disa dietar që Allah ja ka mundsu Ibrahimit a.s. me pa pallatin pi jashtë murnave çka ndodh mrenda. Si xham. Se zemra me kone qetë. Zemra me kone rahatshme. Dhe del o vllazni gruaja Ibrahimit prej këtij zullumçarit. Pastaj i thot burrit të vet Ibrahimit a.s. Burri jam të dalna prej këtij vendit, thot se nuk paha besimtar që kanë të martuat vetëm ti dhe unë. Nuk ka, do të thotë që ato nuk ka pas besimtar dhe thuhet që e kon luti djali vllajt të Ibrahimit a.s. me ta, do thonë vetëm 3 vjet janë kanë në shtet musliman. Para mendo motrë ndershme, çish është provu kjo motër muslimane, gruaja një pejgamberit të Allahit xhalla shanhu wa xhalla xhalalu, vetëm 3 musliman, cel një shtet i vetëm, kurse ti ke motra tuja, ke vëllezrit tuaj, ka musliman që adhurojnë Allahin xhalla shanhu, mos u dërza, mos u lishta, po adhuroja Allahin xhalla shanhu wa xhalla xhalalu. Kjo është suneti i Allahit xhalla shanhu wa xhalla xhalalu në tokë. Dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse ndalës dhe shikon Llazan në rrugën toksor, Allah thot në Kur'an: "Wa qalilu min ibadi ash-shakur", shumë pak janë prej robëve të mi që falenderojnë Allahun. Thot nëse i pason shumicën e njerëzve, do të devijosh nga rruga e drejtë, do të hupin ata nga rruga e drejtë, do të thotë që nuk do të lën ti të rish në rrugë të drejtë. Gjithmonë muslimanët të Allahut të ndershëm kanë hek ato të cilët e kanë praktikue dinin e Allahit xhalla shanhu wa xhalla xhalalu, ashtu që shka dosh Allahi xhalla shanhu wa xhalla xhalalu. Nëse ndalna dhe shikojmë se njerëzit mundohen disa pjese, njerëzit në disa grupe të cilët e adhurojnë Allahin xhalla shanhu wa xhalla xhalalu, disa janë të vetmuar, adhurojnë Allahun, bëjnë ibadet Allahut, por kur ti vjen sprova, parja, fitnja grave, në i send post, i send, a në qatë moment devijan. Si ti afrot në interes, në i send devijan. Grupi i par i vetmuve. Grupi i dit i vetmuve është ai që ndron rrugën Allah, ti afrot posti, parja, çdo send ti afrot, ai ka frikë Allahin xhalla shanhu xhalla xhalalu, dhe pa më parasysh çfarë do kërcënimi afrohet, çfarë do letre i çohet, ai nuk friket Allahi xhalla shanhu xhalla xhalalu. Pse? Se atë e mba umuti xheneti Allahi xhalla shanhu xhalla xhalalu. Ai do të futën xhenetin e Allahut. Dëgjoni mashit atë Ibnatu Firaun. Mashit u shkon një grua në kohën e Firaunit. Ja ka kre flokët vajzës të Firaunit. Vajzës të Firaunit ja ka kre flokët. Edhe kur i ka ra krahni apo ajo pjesë që ja ka kre flokët, ka thonë bismillah. Tu thonë hadithin, këtë hadith e transmeton Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Allah të ndershëm. Çish e transmeton, thot, kur ka hip pejgamberi alayhis salatu wasalam, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam, kur ka hip në Isra dhe Miraç në qiell, e dini këtë, thot kam dëgju një erë të shishme, një erë të këndshme, një erë të mirë. Dhe i thash, o Gjibril, qka është kjo era e mirë? Qka është kjo erë në parfumi? Tha më tha, kjo është era e mashitës, asoj që akret të flokët, bijës të Firaunit, thot dhe me fëmin të vetë. Po që shka ndodhë me këtë? Thot një ditë prej ditëve, duke i akret flokët bijës të Firaunit, i bje krani që shtam, në tokë, dhe e merë thot bismillah. Edhe vazhdon krot, thot, a e përmende emnin e babës tam? Thot, jo, kam përmend Zotin e babës tam dhe tandin dhe temin, Allahun, krijuesin. Pse thot, a ka Zot jashtë babës tam dikunt? Thot, po, është Allahu që na ka kriju gjithë. Thot, i tregoj babës tam? Thot, tregoj, nuk është problem. I ka tregu Allah së të ndërshëm, dhe pastaj i ka ardhe i ka thonë, oj filane, a ke Zot jashtë meje? Firauni thot, po është Zoti jot dhe jemi dhe i gjithve. Atëherë kur e pa Firauni këtë, e porositi një lop
një kazan në formë të lopës prej bakrit. Dhe filloi dhe e kalli një zarm të madh rrfunda derisa u skuq. Kur u skuq dhe i tha: "Oj filane, a ke zot tjetër përveç me?" Tha: "Allahu." Shikoni motra të ndarshme. Lazan, pastaj ja ka marrë njënin fëmijë, ja ka gjujt në atë kazanin. Flak Firauni. Thot: "A ka zot tjetër?" Thot: "Allahu është një." Fëmijën tjetër, si kur zojq e pulës, apo si kafshatat e pulës, ka qikat e pulës që shishtin kazan ti me i vlu, ashtu Firauni ja gjujke e vladin kësaj muslimana vllazni. Kur e kishte njënin prej fëmijëve në xhin, Allahu akbar. Kur i morën t'ja marrën fëmijën prej xhinit, t'ja gjujnë atin kazan, u trishtu pak. U frik e vlad o vllazni. Kush ka e vlad e din se sa duhet e vladi. Sa kujdeset për e vladin. Kur ja merr lirekin prej xhinit, t'ja gjun, atër ndalet dhe do të thote, atër fëmija thot: "Oj nana ime", folën në gjep. "Oj nana ime", thot, "gjuje në zjarm, se vallahi zjarmi dunjojës është shumë më i lehtë se ahiretit." Atër e ka marrë guximin nana dhe i kanë gjujt non e bi. I kanë gjujt në zjarm. I ka kallë Firauni vetëm se kanë thonë: "Allah, Bismillah, ne falna, adhurojmë Allahun, punojmë për këtë din." A dhe kush dhe prap nuk jena në gjendje t'i bina në sejdë Allahut. Motrat tona, bija tona lakuriq rrugës. Bija tona se në gjendje t'i bina sejdë Allahit Gjellëshanhu e Gjellë. Bija tona se në gjendje t'ala një televizor, një muzikë. E kjo është bo razi më u fut në zjarm të dunjojës, vetëm t'a fitoj gjennetin Allahit Gjellëshanhu e Gjellë. Kjo ishte Allah së të ndarshëm, por kjo para se me vdek ju ka thonë: "Hinin tem të mirënin të ma vërrosni me fëmijët e mi me një vend." Ka thonë Firauni: "Ja, që këtë punë e sosi, kryesorja ti mës me pranu, mës me pas zot tjetër." Edhe kështu thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, që e ka dëgjue erën e parfimit Allah së të ndarshëm. Ka shumë raste të cilët kanë bo sabër, si Sumeja radiallahu anha, kanë bo raste Asia, gruaja e Firaunit, e cila kanë para me do Firaunin burr, ajo i ka besu Allah i Gjellëshanhu e Gjellë. Tëri kur e ka pa që i ka besu Allah, ka thonë Firauni i ushtarve: "Shkonja, gjonja, se ngjarja është e gjatë, për shkurt se koha nuk na premton, pa kalu koha." Thot: "Shkëshinja cili gur është më i nalti dhe ta gjujni nëse nuk pranon." Edhe kur e kanë qytë taj guri, kanë thonë: "A ka zot tjetër?" Thot: "Allahi është një." Allahi është një. Pastaj e kanë gjujtë prej asaj gurit, se kjo e ka lutë Allahun, ka thonë: "O Zot, më shpëtomon prej Firaunit, prej zullumçarëve dhe ma bën një shtëpi afër të tij në xhennet." Thotë që kur kanë marrë me xhujt, e ka pa shtëpinë e vet në xhennet dhe kështu ja ka dorëzuar shpirtin Allahi Gjellëshanhu e Gjellë. Motër muslimane, në kohë të sprovës, bën durim Allahi Gjellëshanhu, kthej Kur'anit dhe Sunnetit, shoqërohu me shoqet e mira nëse don ta shpëtojsh veten. Dhe në fund të cekim shkurtimisht veprat apo disa punë të cilat të forcojnë ti të rish në dinin e Allahut. Një, e para është tauhidin, njëshmërinë Allahut, besimin ta kesh pastër, tauhidin, besimin, njëshmërinë Allahut, besimin, njëshmërinë në krijes, në krijim dhe njëshmërinë në emrat Allahut dhe cilësitë e tij të bukura. Ta mësojsh besimin e pastër si duhet. 2. Të kapësh pas sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam, se nëse kapësh pas sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam, atëherë ti me të vërtetë do të jesh e huj, e panjohur. E pejgamberi kur ka thonë: "Tuba lil ghuraba", lum për ata të cilët janë të huj, lum për ata të cilët janë vetmum. Thotë se disa ka thonë tuba, lum për to. Disa ka thonë tuba është një pemë xhennet që petkat e xhenetlive dolën prej asaj peme. E ka thonë kush janë ata? Kush janë ato të hujt? Kush janë ato të vetmum? Ka thonë ato janë të cilët premesojnë njerëzit kur njerëzit prishen. Kur të shonë njerëzit janë shkatruti, mobe ke frikë Allahun, mobe se zban, mos e haram, që shto janë njerëzit e huj. Edhe ato thonë: "Abe ki budalla, si të sallin e ndalë për udhë, si të sallin mund të që mbushe mendjes." Të belejne. Kështu nga kupton të një. Amën këto, Allahu i ka pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka gëzu këto. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë: "Këtë ummeti jem kanë me hinë në xhennet, përveç se ato që nuk duan." Ka thonë: "Ja Rasulullah, a ka nai kush që s'do të hinë në xhennetin?" Po, ka thonë: "Ka." Thotë: "Kush?" Thotë: "Kush më respekton mua hinë në xhennetin e Allahut. Kush nuk më respekton mua, thotë ai është që nuk do të hinë në xhennetin e Allahut." Kush a ka nai kush që s'do të hinë në xhennetin e Allahut? Këtë do na të hinë në xhennetin e Allahut. Por duhet të çojna veprat që na ka porositur Allah dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. 3. Të bësh davet në rrugën e Allahit Gjellëshanhu, shoqeve tuaja, shoqeve të cilët nuk janë rrugën e Allahit Gjellëshanhu dhe të thrash në ta dhe mëso argumente që t'ja mbushi shmendën.
4. Duhet të bësh durim, se do të akuzohësh, do të ofendohësh, do të thonë lloj fjalë të ndita, por ti do të bësh sabër, se pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë dije se fitoria vjen me durim. Nuk ka fitore pa durim. Si mos bësh sabër, s'ka fitim. 5. Duhet të shoqërohesh me motrat tuaja të mira, të ndershme, që kanë frikë Allahun xhaleshanu, por të njëjtën kohë këto vlen edhe për burrat e vëllezër të ndershëm. Për njerëzit që të mësona dhe të edukona në frymën e Islamit, dinit Allah xhaleshanu wa xhelalu, dhe më në fund kujtoje mirësitë e xhennetit Allahu që i ka përgatit për njerëzit e mirë, për besimtarët të cilët kanë bërë vepra të mira. Lut Allahin xhaleshanu wa xhelalu që Allah të na e lidhë zemrat tona, të na e forcon zemrat tona në njohurinë e Allahut, na e forcon zemrat tona në dinin e Allahut, dhe të na bën prej atyre që i përmend Allahu xhaleshanu në Kur'an, ku kanë çullu është prej Allahut, ku kanë gabuar është prej meje dhe për shejtanit. Lut Allahun që Allah të na falë mëkatet tona, na bashkon xhennetul firdaus dhe muslimanëve kudo që janë. Allahu t'ju ndihmon. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu ju shpërblet. Nesër ka ders në gjuhën bosnjake, bosnjakisht. Është mirë që të prezantoni. Është një hoxh inshallah nesër mbas namazit drekës, bosnjakisht do të ketë ligjërat inshallah. Jo mosule kundën e Islam, gjahi motrave besimtare, bëhu për gjithmonë gëzimin e shembull, sillu me sjelljen islamike. Bëhu për gjithmonë gëzimin e shembull, sillu me sjelljen islamike. Motër e Islamit qëndro, rrugën e djallit ti rrëf